E ja të kthehemi në pjesë të dytë, jemi në jetën zyrë, dru, libra, kemi edhe këtë ekranin e madh ku shfletojmë dal nga dal historinë e Shqipërisë. Historinë ndër vite, kuptohet, ishte kësaj jave. Këtë javë ndodhi ajo që spritej. Ka një shprehje në Shqipëri, e shkarkoi si Zhukovi në avion. I shkreti Zhukov, një nga komandantët, një nga figurat më të rëndësishme të Bashkimit Sovjetik, general i lartë, i luftës. Po kishte bërë një vizitë Jugosllavie në Shqipëri, dhe si që ishte në avion e shkarkoi. Jo Rama i Bashkimit Sovjetik e shkarkoi Zhukovin. Tamam po njëti fat edhe për Elisën e Gjorë. Kishte vajtur Elisa në Kosovë, bëri edhe takime atje, mori edhe kështu pako e dhurata, takohet me përfaqësues të opozitës. Zhdeshe me opozitën me çup, se bëj çaka. Nuk është se shkarkuan se takoi udhëheqësit e opozitës, jo. Por kaq ishte vlera e kësaj zonje. Askush nuk i tha mos u nis, se është turp që ti e duke bërë takime si ministre e jashtme ndërkohë që shkarkohesh në Shqipëri. Ky është respekti që ka kryeministri i nderuar Edi Rama për varësit e tij, ose për me thonë më mirë për sekretarët e tij, sepse Këshilli i Ministrave është i mbushur me sekretar, me njerëz që firmosin urdhat e Edi Ramës, me njerëz që ndrohen, shkëmbehen, ikin nga puna, vinë detyrë, ndrojnë ministri si të dojë qefi kryeministrit. Ky është dinjiteti i kabinetit. Rama 5, 6, 16 shëndësi ka. Tash dalim prapë tek se e nisëm me atë mohabetin që hoqi ministrat, hoqi për zonjën Balluku. Shive çfarë thot? Rama, pezullimi i ministrit, ndërhyrje brutale në ekzekutiv. Sfidë për balancën mes pushteteve. Bukur. Edhe me këtë marifet, me këtë loj, kuptohet kur po i bënte gropën, ndërkohë me lopat këtej për ministren, vazhdonte mohabeti me drejtsinë se ka hallë të ardhmes së qeverisjes. Pezullimin i ministrit, ndërhyrje brutale në ekzekutiv, sfidë për balancën mes pushteteve. Natyrisht që në qoftë se njëri nga pushtetet, gjyqësori, kuvendi të taç, hyn do thotë, këtë ministër s'na ka qefi ndalohet, pezullohet, është jo ndërhyrje, por është skandal. Është skandal. Por, në qoftë se gjyqësori pezullon një ministër për shkak se ka marrë të pandehur dhe gjykata vendos si masi ky ministër të mos hyjë zyrë se prish provat më e pakta, kjo nuk është ndërhyrje brutale në ekzekutiv. Kjo ndodh i dashur Edi me çdo lloj krimi. Pra, në qoftë se njëri ka kokainë në shtëpi, jo në dozat që përdorim ne kështu gjëra të vogla sapo në pirje dhëmbësh, jo. Po ka një sasi të madhe, shkon policia, e kap, e fut në burg, pavarësisht se kë mund të thojmë, si më pezulloni ju, mua se kam edhe kiosk, shes edhe banane, e të tjera. Të mirë. Pra, nuk është ndërhyrje brutale. Është veprim i drejtësisë dhe për një ministër, aq më tepër zëvendës kryeministër, i cili mund të prishte provat, mund të trëmte me pushtetin e vet varësit. Edhe kolegët është marrë mas pezullimi. Ndërhyrje brutale në ekzekutiv. Pse? Nuk hyri për ministrin, hyri për një person që kishte një emër dhe një mbiemër dhe kishte kryer një vepër penale, pavarësisht nga detyra, në ishte ministër, zëvendës kryeministër, pak rëndësi ka. Një person i cili kishte kryer vepra penale të rënda. Mos duhet thënë tjetra që apo ta lërë Partitë Popullore Europiane të mbledhin fakte për pjesën a është krimi organizuar që drejton Shqipërinë, a është një bandë më vete e krimit organizuar qeverisja që mbron në mënyrë të tillë anëtarët e ekzekutivit, njerëz të cilët kanë kryer vepra të rënda penale. Sepse GKK-ja është ngritur enkas për një pushtet korruptuar, edhe për krimin e organizuar, për të dyja që shumë pak dallojnë njëra nga tjetra. E diskutojmë herë tjetër. Ndroje Kristiano. Ndroje, ja ku jemi. Shaba. Të lutem, a kthe dhe herë ku ishim, se dua që të më mbani mend atë.
Nuk mund të hymë në vallën e dorëheqjeve automatike sa e ngrihet një akuzë. E lexoni këtë apo jo? Nuk mund të hymë në vallën e dorëheqjeve automatike sa e ngrihet një akuzë. Pra, në qoftë se del gjykata dhe thotë janë vjedhur tenderat këtu, në Akshi për shembull, ose kryeministria ka vepra penale për cilat mund dënohet deri 35 vjet, nuk mund të hymë në vallën e dorëheqjes automatike sa e ngrihet akuzë nga gjykata. Tani dalim prapë edhe një herë atje tek ec plus Shba. Ish sekretari thesarit Larry Summers dorëhiqet si lektor në Harvard pas skandalit Epstein. Pedagog i thjesht. Harvard, kuptohet, po pedagog është. Dorëhiqet ikën fare pas skandalit Epstein. Pra, ajo që thotë kryeministri nuk mund të hymë në vallën e dorëheqjeve. Ky nuk është i dënuar, nuk është marrë i pandehur. Ka dalë emri në një listë dhe në perëndim, në botën demokratike, mjafton të nisë një skandal dhe personi titullar kushdo që është jep dorëheqjen. Nuk do ta harroj kur ministri i mbrojtjes së Hollandës dha dorëheqjen kur u vërtetua se trupat holandeze që kishin qenë trupat paqëruese holandeze që kishin qenë në Bosnjë kishin qëndruar indiferent, pra nuk kishin zbatuar detyrën gjatë masakrës së Srebrenicës. 2 dekada më vonë, ministri i mbrojtjes jep dorëheqjen në Hollandës si përgjegjësi morale. Ndërkohë që në një qeveri ku ai vetë dosjen parë thotë hajde mund të hym qershëllin e dorëheqjeve. Dhe me që jemi këtu tek Epsteini, dua lajmin pasardhës, të lutem. Brende, nuk është brenda, po është brende, dorëhiqet pas polemikave për lidhjet me Epstein. Polemikat për lidhjet me Epstein. Pra, nuk i ka dalë një dosje. I ka dalë informacion që ky robi ka lidhje me Epsteinin. Dorëheqet aty. Po kush është ky? Se më intereson shumë ta diskutojmë këtë çështjen e Epstein në këtë këndvështrim. Ish sekretari amerikan i thesarit. Këtej në Europë ka vazhduar. Po ky burri, ky Brende, nuk është do si do, nuk është roça poç. Ky është koka e forumit botror të Davosit. Ju kujtohet Davosi? Ai që vite përpara ku shpërtheu pandemia dhe me të globalizmi bëri një ofensiv të madhe përpara, duke shtypur njeriu si krijesë ndaç biologjike, ndaç shoqërore. Në Davos dolën teoritë që ju s'do të keni asgjë, por do të jeni të lumtur. Pse? Sepse prona është fatkeqësia. Dhe po filloi procesi i shpronësimit total deri tek brekët që ne ishim të lumtur. Ky është kreu. Po ç'lidhje ka? Epstein. Çfarë është Epsteini? Kushdo që ka shkuar atje është një figurë shumë e rëndësishme publike. Njerëz të biznesit dhe politikës. Se të ardhi kishte papditje. Çfarë ndodhte këtu? Ndodhin s'pari njerë orgjime të mitur, që janë vepra shumë të rënda penale. Thuhet që ka patur dhe akte kanibalizmi, pra ka ngrënë njerëz që është shkon karike elektrike. Pse ka ndodhur këto? Do thoni edhe keni thënë, more 1 miliarder nuk e ka problem, gocën më të bukur që është, po që është pak e varfër, ose që ka pak ambicie për të ecur përpara, e blen. Një nga këta ishte Berlusconi. Kujtja vinte syrin e këpuste Berlusconi, edhe i vinin goca të reja të njoma. Pse këta mblidheshin në këtë ishull? Sepse këtu i përdorur nga elitat, bënde pis i fuste në për korrupsion, po jo vetëm korrupsion moral, po edhe vepra penale, krerët e atyre që kishin organizata në dorë, që kishin influencë politike, dhe këta nuk dilin dot, do të zbatonin urdhrat që i vinin për nështrimin e njerëzve dhe krijuan një klub të madh globalist me njerëz të ndyrë, me njerëz të cilët ishin të gjithë me dosje për vepra penale. Kështu që mbaheshin të kontrolluar dhe përdoreshin, përndryshe humbisin jo vetëm karrierën, por totalisht jetën e tyre. Një prej këtyre është ky Xhaxhi, i ka dalë emri dhe ka dhënë dorëheqjen. E kisha për këtë
të Ramës që thotë, nuk mund të hymë në vallën e dorëheqjeve automatike sa e ngrihet një akuzë. Po, do të hysh sepse ndryshe nga të tjerët, që mund të thuhet në llaf, punë e madhe, le të thonë për mua për shembull çfarë duan. Punë time, bukë time janë. Në përgjegjësi publike dhe politike, patjetër që do hapësh dorëheqjen. Tjetër, fokus. Jo mirë ke. Rama publikon pamje nga rrugë të shëmbura në Portugali. Ka ndodhur njëti fenomen si në Librazh Prenjas. Janë të lidhura. Portugali, Librazh Prenjas janë 2 pika ujë. Teshtin Librazhdi, qanë Portugalia. Janë 2 pika ujë. Pse e nxora këtë? Natyrisht ju kuptoj që është një lëtyrë, kjo pjesa e relativizimit. Dhe këta janë bërë mjeshtra për të thënë që çfarë do gjëje që ndodhet në botë por. Ja më bëhet filma në filan vend. Ja më vlla, në Portugal ka shkuar ka gjetur rrugë të rrëzuara në Portugali. Po mirë, them kryeministrit. Okej, Portugalia është vend i BE-s. Përse në Senegal nuk ka rrugë të shëmbura? Që s'është vend i BE-s, s'është fare vend evropian. Në Senegal nuk ka rrugë si Librazh Peqin. Librazh Prenjas. Pse s'ka? Me që duam ta relativizojmë në mënyrën më perverse dhe natyrisht që funksionon me turmat që janë qore. Ndaj turmat nga populli. Turmat qore e hanë, po më ja kishte rënë në Portugali. Po dashur, ape çik të lutem full screen. Ape çik full screen. Po dashur në rrugën. Urdhë, është një rrugë fshati, siç e shikoni, 2 kalimshe. Pra, kjo është një rrugë katundi në Portugali. Si shikoni, arat atje me gjelbërim, edhe ka rënë dheu. Iqe. Ndërkohë që rruga Librazh Prenjas është aks ndërkombëtar, jo rrugë kombëtare. Aks ndërkombëtar, do të thotë, është vazhdimi i rrugës e natje që ka qenë kohën e romakëve, nis nga porti Durrësit, vazhdon kalon Maqedoninë e Veriut, Bullgari, Turqi, ku të doni juve. Dhe rënja e kësaj ka ndodhur e njëjti fenomen, thotë. Ka një problem shumë të madh kjo pjesa e fenomenit. Që këto fenomene në botë ndodhin aty ku nuk ka studim. Ndodhin dhe mbajnë përgjegjësi personat përkatës. Por kur ka vepra publike bëhet studim gjeologjik. Dhe kur bëhet studimi gjeologjik, që bëhet i herpasershëm, fillon edhe thuhet duhet pas kujdes nga kjo, duhet pas kujdes nga kjo tjetra. Në rrugën Librazh Prenjas, ura qëra u tha që ishte për shkak të zhavorit që kishin marrë në lumë, dhe dukeshin ato makinat, sa i shtrati shkombinit si që keni parë, ai është bërë kështu si mall pa zot, hyn buldozer, një herë kthejnë lumin këtej, një herë kthejnë lumin andej. Mendoj se lumi është patronazhist, e çon ti ku duash të shkon. Lumi ka ligjet e veta, uji ka ligjet e veta. Edhe shteti ka ligjet e veta, dhe natyrisht edhe kur një kasolle ndërtohej, dikur mbaj më kryshej vogël, vinë ato sondet e vogla, ting, 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 dhe mastin formacionit gjeologjik. Dhe një pjesë të pallateve ndërtuar në kohën e Verit vazhdojnë rezistojnë sot e kësaj dite për shkak se është bërë studim terreni, studim dheu, studim gjeologjik dhe dihet këtu nuk ndërtohesh, dhe kishte zona që nuk ndërtoheshe më shumë. Pra, pjesa, ja po e them unë, se ne jemi këtu në Nysberisht. Pjesa poshtë 21 vjetorit është formacion më i butë. Është formacion më i butë dhe dëmtohen më shumë banesat nga tërmetet. Pjesa nga 21 vjetorit deri ndajt është më e qëndrueshme si nga e di unë. E dim sepse kur binin tërmete, shpjegoheshin këto gjëra dhe kur bëheshin ndërtesa, mateshe. Kur bëhet një rrugë, çfarë doni, autostradë, puna e parë është studimi gjeologjik. Ndodhen edhe fenomena të tilla, të cilat paralajmërohen. Ndoshta në një vend, siç pas ka ndodhur në Portugali këtu në një vend, por nuk ndodh në të gjitha rrugët që ju shohim, se ai Qukës qafpllotsh nuk era këtë radhë. Ai vazhdon bie. Dhe mirë rruga, po e bie dhe mali këtej, sepse nuk kanë marrë asnjë masë, këta nuk e din ose nuk duan ta din. Ju kujtohet kur ndërtua kjo rruga Tiranë-Elbasan. Filloi diku këtej nga Iba binte rruga dhe nëse shihni e kanë fryrë të gjithë Kodrën. Prapë ndoshta do bjerë se duhet mbjell
ata që janë mençur i mbjellin dhe rënja e mban shumë më tepër se çdo gjë tjetër. Nëse shtja hiu këtyre që më duhet. Më nxirr tjetër pas salsen. Rama shëmbja rrugës Librash Prejas për shkaqe gjeologjike. Pra, shkon edhe e thellon edhe më tutje. Mirë, dakord, jemi për shkaqe gjeologjike. 100% dakord. Studimet gjeologjike ku janë? Sepse po ndërtohet, ja, urdhor, kanë nxjerrë dhe foton asa ATSH-a, këta patat e ATSH-s, e marrin dhe e nxjerrin kështu si gjë të bukur këtë. Kupton, po nxjerrin rrugën e re që ndërtohet për të thënë që ja, po bëhet rruga e re. Po bëhet rruga e re, po ka një studim, të mbi gjitha ka një tabel. Si po ndërtohet, se doli ai rrugëve dhe thoshte është ngopur me mali me ujë, thoshte. A thua se mali kishte ngrënë ai dash, kishte pyrë, ishte fryrë, i plasi një gjë, tamthi për shembull. Jo më lalio. Ka rënë për poshtë, fap është fundosur. Pse? Përse ndërton në një zonë që nga ana gjeologjike është e pasigurt. Ndërtohet kudo. U fol këto ditë për raketat që kishin lëshuar Irani tek ajo palma në Dubai. Po, problemi është që ajo palma ka pasur studime, studime dhe është ndërtuar në ujë. Edhe qëndron. Pse nuk qëndron kjo? Sepse edhe çmimi këtyre është si ajo palma e Dubait. Ma ndropo deshe, e diçka tjetër. Shërbimi gjeologjik, tash i dalin këta, që du marrin rrogë këtare. Qofse kujtohet, sot ku është Art Turbina, pra teatri, ndërsa bëhet ky teatri tjetër që ka vite që është shambur, ka qenë instituti i hidrologjisë, po ngjitur ishte në institute të tjera që studionin këto që ishin gjeologjia është sipër, gjeologjia është këtu tek liçeni, hidrologjia ishte këtu poshtë, pra kishin institutet e tyre dhe studionin. Shkak i rrëshqitjes mbi ngopja nga reshjet, 3 fish më të larta se vitin e kaluar. Shikoni? Është ngopur, tak. Edhe ka rënë. Po mirë, këta të gjeologjisë që i njohin informacionet, si nuk paralajmëruan? Që gjëja e parë do të ishte të thoshin popullit të natyrisht institucioneve, kujdes, sepse këto formacione këtu po ngopën me ujë, dhe me gjasa po ngopën me ujë, do të shëmben. Si u ngop me ujë lumi, se është puna që ura, atje në Librash, ra ura që ishte në lum, u ngop me ujë lumi, neses, nuk do të hyjmë polemika me këtë të shkeli se roktarë është këtë. Më dil tek një tjetër. Tek lajmet që euforike që jepen nga ata, do të thënë agjencia telegrafike shqiptare. Rritet formalizimi i tregut punës. Kuptoni, në Shqipëri nuk ka treg i formal pune që të punosh në zez. Dhe 98% e njerëzve janë duke qeshur në këtë moment. 98% e punojësve informal tashmë të deklaruar. Pra vetëm 2% në Shqipëri 2% në Shqipëri janë informal. Të gjithë të tjerët, 100% që ishin informal ishin. Ishte edhe një pjesë që ishte informal. Nga këta që ishin informal, 98% janë formal. Do më thënë, as 0,01% i qa mund tjetë në një hidraulik në i marangosë që punon në dzes. Të tjerët. Nuk më rezulton që ta kenë vëndet zhvilluar, së më rezulton ta ketë Gjermania këtë shifër. Po thonim që jemi në luftë, ta mbyllim me luftën. Ape si përfundim. SBA Trump, konflikti me Iranin, mund të zgjas 4 javë. E pse e nxora këtë, pse duhet ta mbyll me këtë? S'pari herë sepse njerëzit e kanë marrë edhe kështu si shumë tifozlik të punën, do thënë dikush gjykon si me që doli skandali Epstein, ky po godet Iranin. Dikush tjetër thot ky qelbësira thot që po godet muslimanët. Dikush tjetër thot ky heroi ynë që po shpëton botën e kështu me radhë. Kuptohet bota po ndryshon. A për mirë, a për keq, do ta shohim. Unë për veten time jam te krahu i lumtur që goditet globalizmi. Shumë i lumtur kjo gjë. Dhe për të rikthyer sovranizmi është fjalë e madhe, po të paktën për të kthyer sistemi i lirive. Dhe në një vend ku lirit ishin katastrofë më keq se mesjet,
për nder me thonë, jam shumë i lumtur që u godit qoftë edhe kot. Po qoftë edhe kot jam shumë i lumtur, sepse në Iran, kur fluturohej mi qelë Tirani, pa do shkojë nga i shtet në tjetër, vinte stewardesa jepte grave shami se duhet mbulonin kokën se po kalonin mi qelë Tiranit. Këtu është sistemi lirive në atë vend. Kështu që për mua u bë aq mirë që e goditi, natyrisht nuk është se e goditi për këto liri. Jo e dini, po hym në pak gjë, është një BRICS. Është Brazil, Rusi, Iran, Kin, do të thotë që Irani ishte brenda këtij boshti, i cili po i kundërvjeshtej Shtetet Bashkuara të Amerikës, Irani, Rusia është në një luftë në cilën nëse zgjidhet do të jetë që pëlqen Rusisë, mund të kalojnë këtë kampin tjetër, e kështu me radhë. Po nuk na përkasin ne këto, e përkasin emisioneve të tjera që kanë peshë më të madhe. Unë dhe Kristianën ju uroj një natë të qetë, mirë takofshim javën tjetër.